ka ardhur nga Finlanda në Kosovë e arsyeja kryesore janë zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Hysni Aliu thotë se ndihet më i sigurt që të votojë në Kosovë. Sipas tij, vota e mërgjimtarit në këto zgjedhje është shumë e rëndësishme. Sidomos në çdo fazat e tranzicionit që i ka Kosova, është tepër e rëndësishme që diaspora të voton, për arsye se ne nga diaspora shohim diçka çka këtu në Kosovë jo domosdoshmërisht shifet, ndërsa këtu në Kosovë shohim diçka që ne në diasporë nuk e shohim, kështu që një miks, një kombinim i këtyre dy parë këndvështrimeve dhe dy mënyrave që janë të menduarit ndoshta edhe të përbashkëta edhe në farë mënyrë edhe të ndryshme, është shumë i rëndësishëm. Si një mjek me 25 vite përvojë në Finland, Aliu thotë se në shëndetësinë kosovare janë bërë disa ndryshime, por me hapa shumë të ngadalshëm. E për këtë, ai ka një lutje për qeverinë e ardhshme. I kisha bo thirrje qeverisë që do të vjen, që të formohet spaku një spital i cili do t'ju shërbente njerëzve që janë në fazën terminale të jetës, pra të smurve nga kanceri, që ata mos detyrohen me qenë në ditët e fundit me gjithë ato dhimbje në familjen e vetë dhe mu traumatizua edhe gjithë familja. Atje në Finlandi kemi këtë sistemi, thojmi, raportet përcjelljes. Aliu thotë se opsione ka edhe kthimi në Kosovë. Jam të punu me hap një mini klinik finlandeze, bile këtu lokalet i kom ndërtue në shtëpinë time, edhe pasion unë merrem me psikiatri, atëherë besoj që është mirë me filluar me ju ofruar një lloj shërbimi pak më ndryshe se që i jepet këtu. Nga organizata Gërmini, vlerësojnë se numri i votuesve nga diaspora për zgjedhjet e 28 dhjetorit do të jetë më i lartë. Duhet ta kemi parasysh që diaspora kontribuon në Kosovë në të paktën 1/3 e GDP-së ose ekonomisë kosovare. Dhe kjo realizohet jo vetëm përmes remitencave, por përmes investimeve dhe përmes shpenzimeve që bashkëdhetarët tanë i bëjnë gjatë vizitave për gjatë gjithë vitit. Pra, njihet një lloj termi i turizmit të diasporës, të cilën ne edhe pse nuk e kemi të theksuar në diskursin publik, është një kontribut ose një lloj infuzioni i jashtëzakonshëm për ekonominë e Kosovës. Bashkëdhetarët të cilët nuk janë në Kosovë mundësinë për të votuar në përfaqësi diplomatike e kanë me 27 dhjetor.